Me dyshi e fike dhe kontrolin stabilitetit, ha? Shumë shpejt. Shumë timon direkt, shumë precize. Sidomos tash që kom çunë më dysh, edhe pedalin e gazit e ka direkt, ndrimin e marshëve shumë të shpejt. Kjo është me ZF-n me 8 marshe. Kjo ka dhe këtu të marshi për ta bo sa shpejt do me t'i ndru marshët. Që do me dyshi edhe valvlat i ka hap mrapat marmitave po zhurë më shumë. E gjenë vetën në shpejtësi me 3 shifra kështu, punë sekondash, pak sekondash. Shkaf, shumë e shpejt.